Engjëlli yt të fsheh një sekret. A guxon ta dëgjosh sot natën? Kush janë engjëjt mbrojtës? Engjëjt mbrojtës janë dritë e pastër hyjnore, krijesa të pafajshme plot dashuri të pafund, që Zoti i ka caktuar për secilin prej nesh që në çastin e parë të lindjes. Ata nuk janë thjesht figura mitologjike apo simbole, ata janë të vërtetë, të gjallë në një dimension shpirtëror që prek çdo frymëmarrje tonën. Imagjinoni një dritë të butë, të ngrohtë si dielli i mëngjesit që sapo ka dalë pas rreve, që ju rrethon pa pushim, pa u lodhur kurrë, pa kërkuar asgjë në këmbim. Kjo dritë ka emrin tuaj të shkruar në të, ju njeh më mirë se çdo kush tjetër, di çfarë ju bën të qeshni, çfarë ju bën të qani, çfarë ëndrash mbani fshehur në thellësi të zemrës. Ata janë aty në çdo hap të jetës suaj. Kur ecni në rrugë të ngushtë, kur ndjeni frikë në errësirë, kur zemra juaj thyet si xhami, kur gëzoheni si fëmijë. Por engjëjt respektojnë më shumë se çdo gjë tjetër vullnetin tuaj të lirë, dhuratën më të çmuar që ju ka dhënë Krijuesi. Prandaj ata presin me durim hyjnor, si një mik i vjetër që qëndron pas derës, derisa ju ta hapni vetë dhe ta ftoni brenda. Ata nuk imponohen kurrë, ata ftohen me dashuri. Ka dy botë të mëdha në sferën e engjëjve, engjëjt mbrojtës, ata personal, të vetëmohuar, që janë si hije e dritës suaj personale. Njëri për secilin njeri, një shoqërues i përjetshëm që nuk largohet kurrë, edhe kur ne harrojmë ta vështrojmë. Kryengjëjt, si Mikail, luftëtari i dritës që mbron nga errësira, Gabriel, lajmtari i mrekullive që sjell lajme shprese, Rafael, shëruesi që prek plagët e padukshme të shpirtit. Ata mbikëqyrin legjionet e engjëjve dhe ndihmojnë kur thirret emri i tyre me besim të thellë. Të dish që nuk je kurrë i vetëm është ndoshta mrekullia më e madhe që mund të përjetojmë. Engjëlli yt është aty, duke të dashur pa kushte, duke pritur vetëm një fjalë, një mendim, një pëshertim të lehtë, të lutem, ndihmom. 1. Komunikoni në mënyrë personale dhe të drejtë për drejtë. Flisni me engjëllin tuaj si të flisnit me mikun më të ngushtë të fëmijërisë, atë që e dini se nuk do t'ju gjykoj kurrë. Mos përdorni fjalë të mëdha, lutje të mësuara përmendësh apo fraza të bukura që tingëllojnë artificiale. Thjesht hapni zemrën dhe thoni atë që ndjeni vërtet. Mund të flisni me zë të lartë në dhomën tuaj kur jeni vetëm, ose me zë të ulët ndërsa ecni në park, ose edhe në heshtje, brenda mendjes suaj para se të flini. Engjëll i dashur im, sot ndihem i humbur, më trego rrugën. Ose, faleminderit që më mbrojte sot kur isha në atë makinë që pothuajse më përplasi. Ose thjesht, të dua. Më ndihmo të dua veten pak më shumë. Ky komunikim personal krijon një urë të padukshme mes botës suaj fizike dhe asaj shpirtërore. Sa më shpesh ta bëni, aq më natyral bëhet. Është si të hapni një dritare që ka qenë e mbyllur me vite, era e freskët e dashurisë hyjnore hyn menjëherë dhe mbush dhomën me dritë. Mos keni frikë të jeni të sinqertë, të qani, të zemëroheni, të qeshni, engjëlli juaj i njeh të gjitha këto ndjenja dhe i do po aq sa ju doni veten. 2. Krijoni një marrëdhënie të ngushtë. Marrëdhënia me engjëllin tuaj nuk ndërtohet brenda ditës, ajo kultivohet si një kopsht i bukur, me kohë, kujdes dhe prani të vazhdueshme. Një nga mënyrat më të fuqishme është të kaloni kohë në natyrë, aty ku drita hyjnore duket më e pastër. Shkoni për shëtitje në pyll, uluni pranë një lumi që rrjedh butësisht, vështroni rreth që formojnë figura misterioze, dëgjoni këngën e zogjve si një simfoni hyjnore. Ndërsa ecni, thoni në mendje, engjëll i dashur, ec pranë meje sot. Më lër të ndjej praninë tënde në erën që më përkëdhel fytyrën, në gjethet që lëvizin, në dritën që më ngroh. Kërkojini të ecë bashkë me ju dhe pastaj vini re sinkronicitetet, një flutur që ulet pranë jush pa arsye, një zog që këndon pikërisht kur mendoni për një problem, një rrezë dielli që bie saktësisht mbi ju në momentin më të errët. Krijoni rituale të vogla, një qiri i bardhë që ndisni çdo mbrëmje dhe i thoni faleminderit, një vend i veçantë në shtëpi ku vendosni një pend të bardhë si simbol i pranisë së tij, ose thjesht një moment çdo mëngjes kur hapni syt dhe i thoni, mirë se erdhe në ditën time. Këto gjëra të vogla e bëjnë marrëdhënien reale, të ngrohtë, të gjallë, si një miqësi që thellohet me çdo ditë që kalon. 3. Praktikoni meditimin rregullisht.
Meditimi është qelësi më i fuqishëm për të hapur portën e shpirtit. Është si të qetësoni valët e një liçeni të trazuar që të shihni pasqyrimin e qartë të qiellit. Kur mendja juaj është e zhurmshme, plot mendime si një stuhi, engjëlli juaj ka vështirësi të dëgjohet. Por kur qetësoheni, ai flet me zë të butë, të ngrohtë, të qartë. Filloni me 5 ose 10 minuta në ditë. Uluni në një vend të rehatshëm, mbyllni sytë, vendosni dorën në zemër. Merrni frymë thellë, thithni dritë, nxirrni ankth. Imagjinoni një drik të artë që hyn nga kurora e kokës dhe mbush trupin tuaj si ujë i ngrohtë. Pastaj thoni në heshtje, engjëll i dashur im, jam këtu për ty. Më fol. Më lër të ndjej dashurinë tënde. Mos u shqetësoni nëse mendimet vinë, thjesht vini re dhe kthehuni te fryma. Me kohë do të ndjeni një paqe të thellë, një ngrohtësi në gjoks, një ndjesi se nuk jeni vetëm. Disa ditë mund të dëgjoni një mendim që nuk duket si juaj, është ai që ju flet. Meditimi i rregullt e bën zërin e engjëllit gjithnjë më të qartë, si një melodi që bëhet gjithnjë më e dashur sa herë e dëgjoni. 4. Kërkojuni shenja. Engjëllit duan t'ju japin shenja, por ata presin që ju t'i kërkoni. Është si një lojë e bukur mes jush dhe tyre, ju thoni tregonu dhe ata përgjigjen me dashuri. Filloni me diçka të thjeshtë, engjëll i dashur, më dërgoj një shenjë sot që të di se je pranë meje, ndoshta një pend të bardhë, një numër që përsëritet, një këngë në radio që më prek zemrën. Pastaj hapni sytë dhe vini re botën rreth jush. Shenjat mund të jenë një pend e bardhë në trotuar pikërisht kur po mendoni për të. Numra si 111, 424, 777 që shfaqen në orë, targa, fatura. Një flutur që ju ndjek. Një mesazh nga një mik që përgjigjet saktësisht pyetjes suaj të brendshme. Një aromë e papritur që ju kujton fëmijërinë dhe paqen. Kur shihni shenjën, thoni faleminderit me zë të lartë, kjo e forcon lidhjen. Sa më shumë kërkoni dhe falenderoni, aq më shumë shenja vijnë, derisa bota juaj e përditshme të kthehet në një letër dashurie nga qielli. 5. Kushtojini vëmendje intuitës suaj. Intuita është zëri më i pastër i engjëllit tuaj brenda jush. Është ajo ndjesi e lehtë në stomak kur diçka është e drejtë, ose ajo paralajmërim i butë kur diçka nuk është për ju. Është mendimi i papritur që ju thotë shko atje ose mos e bëj këtë, pa logjik të dukshme. Për ta forcuar, çdo ditë pyesni veten çfarë ndjej tani dhe dëgjoni pa gjykuar. Kur merrni një vendim, pyesni, a është kjo në harmoni me dashurinë time më të lartë? Nëse përgjigjja vjen si një val paqeje, është engjëlli. Nëse vjen si tension, është sinjal për të pritur. Intuita është si një busull hyjnore që tregon drejtimin e shpirtit. Sa më shumë i besoni, aq më e fortë bëhet. Engjëlli juaj flet përmes saj çdo ditë, dëgjoni, veproni dhe do të shihni si jeta juaj mbushet me mrekulli të vogla që duken si rastësi, por janë plotësisht të qëllimshme. Mesazhi përfundimtar. Engjëllit tuaj mbrojtës nuk janë larg, në ndonjë qiell të largët, ata janë këtu, tani, duke ju dashur me një dashuri që nuk ka kufë. Ata presin vetëm që ju të hapni zemrën, të flisni, të dëgjoni, të besoni. Kur e bëni këtë, bota juaj ndryshon, vijnë paqe në vend të ankthit, shpresë në vend të errësirës, mrekulli në vend të rastësive. Ju meritoni këtë dashuri. Ju meritoni këtë shoqëri hyjnore. Thjesht thoni sot, engjëll i dashur im, jam gati. Eja më afër. Më ndihmo të jetoj me dritën tënde. Dhe pastaj prisni me buzëqeshje. Sepse ata tashmë janë duke ardhur.